Përshëndetje, jemi në podcast, jemi në radar, do të flasim për luftën në lindjen e mesme, e parë në një perspektivë tjetër. Them perspektivë tjetër sepse do ta shohim nga perspektiva e shtetit turk, atje ndodhet një shqiptar i ynë, gazetari Sokol Brahaj. Zoti Brahaj, faleminderit shumë që jeni me ne. Përshëndetje, merci. Si po perceptohet kjo luftë në Turqi? Cilat janë lajmet që po shkarkullon atje? Po, kjo luftë që ditën që më thanë që orët e para deri me tani është është një luftë që me të vërtetë do të kalojnë të gjithë ato parashikimet e parashikuara përpara se sa të fillonte, pra ato parashikimet që u flisin kur ishte te tavolina e diplomacisë mes Iranit dhe Amerikës, ku tashmë jemi në ditën e katërt, kanë kaluar pra 3 ditë, jemi në ditën e katërt, e cila me të vërtetë strategjitë e Amerikës dhe të Izraelit duket që nuk janë aq efikase sa që janë paramenduar më parë, po ashtu edhe Irani u priste që të ishte Irani i vdekur, ai luani nga kartonet e letrave, i cili ishte në atë luftën dyjavore, por me sa duket tashmë që ka filluar një luftë krejt serioze dhe jo po e godas se po hiku, duket që ka marrë një formë krejt ndryshe e cila e zgjeruar në rajon dhe të paktën deri këto për 4 ditë e para tregojnë që do të kemi një luftë shumë më të gjerë e cila media turke, por edhe vetë organet kompetente turke me të gjithë politikët që nga presidenti Erdogan, ministri i jashtëm Hakan Fidan dhe ministrat e tjerë, shprehen që ne po bëjmë të pamundurin që ende të rikthehemi tavolinës së diplomacisë, por me sa duket kjo është shumë e largët sepse parashikimet e të dy anëve, pra edhe të Iranit edhe të Amerikës, kanë dalë për të thuash as 10% nuk janë efikase me ato që kanë para menduar, ku Irani po ndjek një strategji ndoshta është ai Irani që ne na u thonte që është një Iran i vjetër, është ata që kanë shpikur edhe shahën dhe më në fund të fundit mund ta bëjnë edhe Amerikën dhe shahmat, por gjithsesi është shumë herët, por gjendja është shumë kritike ku bombardimet janë për të dobësuar njëri tjetrin, pra edhe Irani, edhe Amerika, edhe Izraeli. Mendoni që është një luftë që do të shkojë gjatë? Çfarë po lexohet në Turqi? Zoti Trump tha ditën e dieshme në një deklaratë të tij, në një konferencë shtypi që sa do të zgjas, un kam durimin për ta çuar deri në fund. Po, atë ka durimin Trumpi, por është kontradiktore që Trumpi tha unë jam vetë Krishti, jam njeriu që të shkoj në paraj, sepse unë po sjell paqen të dhe Zoti ma fali shpirtin mua pra me atë që patën ishte qelluar me armës. Jo kujtohet gjatë fushatës atje në Vesh, tha që ma ka fal Zoti jetën për të qenë pra ai Krishti i ardhshëm, por i paqes dhe priste domethënë edhe vitin e kaluar, priste që të jetë Nobel i paqes, gjithsesi UEFA ja dha çmimin Nobel i paqes, por ishte një njeri i paqes, kurse në realitet është krejt ndryshe, krejt ndryshe të duket që do të ketë durimin e saj, po tashmë ka durimin e saj, sepse edhe vetë legjislacioni amerikan, kushtetuta e Amerikës, por edhe vetë vendimet e presidentit i lejojnë atij që të ketë manovra kudo në botë, por ato kanë një limit, pra ato kanë një limit, por ai limiti që ka vetë legjislacioni amerikan për presidentin duket që tashmë po dobësohet dhe Trumpi do ta ketë atë durim, kjo le shumë për të dëshiruar, sepse gjithë forcat amerikane pra në rajon që nga Katari, Omani, Dubai janë e këtej, dihet që Irani po bën të pamundurën pra me një strategji taktik lufte shumë të vjetër për ta dobësuar armikun e tij, po ashtu edhe me Izraelin po bën të njëjtën gjë, do ta ketë durimin Amerika, ku duhet të thënë kjo qoftë për Iranin, për Izraelin dhe për Amerikën, ato armët dhe bombat që i gjujnë njëri tjetrin nuk janë të pashtershme, nuk janë të pafundshme dhe këto besoj që në vitet në vijim, pra pas 10 ditë, 2 javë, apo si bëhet 30-40 ditë për këtë luftë, do të kemi një gjendje krejt të ndryshme ku me do e mos ndoshta do të vinë në ndihmë edhe antarët e NATO-s ose mund ta kthejnë këtë operacion siç e quajnë Amerika apo këtë luftë që quajnë Izraeli, do ta kthejnë në një luftë kundra NATO-s, sepse vetë Amerika me sa duket do ta kenë forcën për aq durim sa ka Trumpi për të mbrojtur Izraelin dhe për të mbrojtur interesat në bazat e tyre në real.
Po Turqia si është pozicionuar në këtë konflikt? Ka një qasje të qartë, zoti Erdogan ka reaguar disa herë duke thënë që ishte e paprovokuar, sulmi është i paprecedent. Cila është qasja konkrete? Po dihet sepse Turqia domethënë është komshi i Irakut, i ka pagu fatura të mëdha me luftën e Irakut, në falë, është komshi i Iranit, ka pagu fatura të mëdha në kaosin e luftën e Irakut, të Sirisë, të Libisë e të tjera, por Turqia duhet kuptuar në fakt nga ana makro dhe jo thjesht, domethënë si një shtet i vogël, ndoshta ne shqiptarët nga që jemi shtete shumë të vogla, e shohim çdo gjë tek lideri, tek kryeministri apo presidenti. Por Turqia është tjetër, ka një diplomaci me të vërtet tradicionale, historike, e cila ditë ndjeki, por udhëzimi në falni Qabeja dhe kibla e Turqisë është perëndimi, pra është Washingtoni, është NATO dhe është Europa, është Brukseli. Në këtë aspekt Turqia unë nuk besoj dhe nuk e shoh që Turqia do të dalin kundra Amerikës apo kundra Izraelit në këtë ashtu, kurse përëndësimet normalisht që përëndësimet në një mënyrë deri diku janë humane, sepse në fund të fundit bombardimet që bëri Irani, që bëri Izraeli në Iran, bëhet fjalë për 148 fëmijë kalamaj pra që janë në shkollat fillore, po tashmë janë edhe në Iran, po bëhet edhe varrimi i tyre, pra dihet se kush sulmon, ku më fani Izraeli prioritet ka për të shtuar frikën pra tek populli, ku dihet se çfarë ka bën Gaza, që ka bërë krimet më makabre të gjithë historisë së njerëzimit, njëjtën gjë ka filluar ta bëjë në Iran, pra me bombardimet e para duke qelluar shkollat e filloreve, kështu që Turqia është në krahun e perëndimit me patjetër, pra nuk kemi një nuhatje të Turqisë, sepse vetë umbrella ku është Turqia është, siç e thash pak më parë, është perëndimi, pra është Amerika, por gjithsesi ka edhe një gjë tjetër që Turqia domethënë një përshkallëzim i gjendjes në Irak, në Iran mund të ketë probleme dhe sovranitetit turk, dhe në këtë aspekt Turqia pastaj kthehet vetvetes se vetë, pra merr totalisht bot kuptimin dhe manevrat nga Ankara edhe nga askush tjetër, nëse i përkasin i bëhet një pikpyetje në sovranitetin turk, ku realisht deri më tani Turqia ka bërë thirrje për gjak ftohtësi, ka bërë thirrje të ulemi andej, por normalisht si çdo politikan dhe kur komshia yt po digjet, janë shumë të vëmendshëm në komunikatat e tyre, po ashtu edhe do të mbajtur edhe populli turk, sepse në fund të fundit Irani dhe Turqia kanë një marrëdhënie jo vetëm thjesht shtetërore apo rivalitet, domethënë në zonë, por kanë edhe përbashkësi shumë të madhe qoftë nga raca e tyre, por edhe nga gjuha e tyre, sepse në Iran bëhet fjalë të kemi domethënë 15 deri në 40, nuk bien shifrat normalisht, por 15 deri në 40 milion qytetarë iranian që janë me origjinë turke, pra kanë marrëdhënie shumë të ndërlikuara, por Turqia deri më tani dhe deri në fund biles, nëse nuk cënohet vetë si sovraniteti i Turqisë, do të jetë krah Amerikës, paktën kundër Amerikës nuk do dalë. Po Turqia ka pritur refugjat këto kohë, refugjat që vinë nga Irani, me atë që kemi mësuar, me futbollistët shqiptarë që operojnë atje, tek traktori, po ashtu edhe ekipet të tjera si Asia Rasani, Regi Lushka, kanë zgjedhur pikërisht tokën turke për të rikthyer dhe në Shqipëri. Din ndonjë informacion rreth këtyre? Po, kolegët tanë, në fakt, gazetarët tanë në pikat kufitare në doganat turko-iraniane raportojnë jo çdo orë, po shpëtuar sa herë 15 minuta se si është gjendja, si janë vajtjet e arit, dhe të paktën deri tani sipas raportimeve të tyre, se unë jam shumë larg pika kufitare të Iranit, por ata raportojnë që nuk kemi një dyndje emigrantësh nga Irani për në Turqi, në të kundërtën sipas raportimeve të tyre, por ashtu edhe përndësimet zyrtare të Ministrisë së Punëve të Brendshme janë që nuk është ndaluar asnjë pikë doganore, pra të gjitha janë hapur, të gjitha doganat e kupit janë, pika doganore janë të hapur dhe nuk kemi një fluks ende të paktën deri në ditën e sotme që ashtu normalisht për një pikë doganore kalojnë një 700 deri në 2000 vet nga Turqia për në Iran, pra iranianët po kthehen në Iran dhe jo vinë atje, kurse nga Irani po kalojnë te siç e thatë edhe pak më parë, jo thjesht vetëm
në shtetasit turk, por edhe në shtetasit e shteteve të tjera, qoftë europiane, qoftë të Shqipërisë apo të Ballkanit, apo qoftë edhe të Amerikës, vijnë nga Turqia sepse në të gjithë konfliktet që kjo zonë tashmë është mësuar që nga lufta e Irakut, Sirisë e të tjera, vendi më i sigurt, normalisht është edhe vendi antar i NATO-s, është Turqia, ku këtë rrugë përdoren për të kthyer në adenë e tyre, ku nga ana humanitare në çdo lloj konflikti, por qoftë edhe në gjatë kohës së pandemisë, ju kujtohet që Turqia, presidenti Erdogan, ministrat e tij, por edhe të gjithë institucionet turke që nga Turkish Airlines kanë bërë të pamundur evakuimin e njerëzve ka shumë zona konfliktesh apo në kohën e pandemisë, domethënë atje ku shumë pak shtete mund të shkojnë, si edhe Amerika bile në ato vende që nuk shkonte, Turqia ka bërë diplomacinë e dur për të evakuuar të njerëz dhe siç e thatë pak më parë futbollistët tanë, por edhe të shumë vendeve të Bashkimit Evropian dhe të botës perëndimore kanë si tranzit domethënë apo si vend sigurie i vetmi vend që është Turqia. Duke parë rajonin në fakt është i vetmi vend që me të gjithë trazira, me të gjithë luftar qoftë në detin e Zi që është Ukraina, po ashtu edhe në lindjen e mesme, po tashmë që është zgjeruar deri në Kuwait Arena, përsëri Turqia duket që do të jetë vendi më i sigurt për të gjithë ato që do të kalojnë shtetet e tyre. Me mbylljen e kanalit të Hormuzit, a janë reflektuar rritjet e çmimeve të përditshmërisë në Turqi, duke qenë se shumë pranë Iranit si shtet? Po, patjetër, biles sot po flitet që pas 12 natës të shkojnë edhe 10 deri në 15 cent rritja e karburanteve, por gjithsesi duhet të presim se në fund të fundit Turqia ka pas edhe pak rezerva që nga ana e LNG-s, gazit, karburantit, pra naftës dhe petrolit, por mbyllja e kanalit të Hormuzit me patjetër që do ta shohim sepse edhe në bursat ndërkombëtare tashmë i kaloi 10% rritja e fuqisë së naftës, nëse i thonë shqiptar apo jo, Brent petrol, edhe do të ketë ndikime, domethënë do të ketë ndikime normalisht në ekonominë turke, ku tashmë dihet që prej mbi 4-5 vitesh Turqia ka një ekonomi shumë të brish, një inflacion shumë të lartë, ku vetëm inflacioni i muajit shkurt pra që u prononcua nga organet kompetente turke tani është 2.96, po gati 3% mujore, e cila tregon që në fund vitit do të jetë një inflacion shumë i madh dhe këto në prononcimet zyrtare të TÜIK-ut, pra në statistikat turke thanë që po ky ndikim ka edhe këto 4 ditët e fundit, i cili ndërhyrja e Izraelit dhe Iranit dhe Amerikës në Iran kanë për të bërë ndoshta edhe një rritje më të lartë të çmimeve apo edhe të inflacionit. Dhe një pyetje të fundit, besoj që keni lexuar lajme që erdhën në mbrëmjen e dieshme nga Azerbajxhani që fliste për një sulm të mundshëm të Iranit ndaj bazës së Manzës, siç njihet ndryshe vendi ku qëndrojnë edhe antarë të Mekut, mujahidinët, e shikoni të mundur? Tashmë se sa forcën e ka Irani, të paktën deri tani po e shohim që nëse ka shkuar deri në Qatar Arena mund të vinë tek ne, por do të thënë kjo që Manza jon, pra Shqipëria është antare e NATO-s dhe njëjtë gjë edhe Turqia është antare e NATO-s dhe Irani nuk besoj që ka mund çdo lloj logjike pas Ajetullahit që u vra, regjimi e domethënë persona të tjerë që më në krye të tyre është Pezeshkian, pra presidenti aktual i Iranit, në dy të tjerët është në vend, domethënë ndonë vendimet e ish Ajetullahit, por a do të sulmojnë Irani, ka humbur të gjitha logjikën sa të sulmojnë një antare të NATO-s, që duket e pamundshme të paktën deri më tani, vetëm nëse e shef që Irani automatikisht do të eliminohet nga faqja dhe atëherë prapë vdesun, pra ka të marrë me vete mund të jetë kjo, por kjo duket shumë rogët, sepse me shkua bombat e Iranit, me kalua Turqi, me kalua Bullgari, me kalua Greqin, e vendet gjitha të antarët e NATO-s e më ardhë deri tek ne, kjo duket si një fantazm apo si një ëndër, unë e shoh të pamundshme një gjë të tillë, por aty ka një domethënie e cila është edhe për të ngretur në këmbë domethënë opozitën iraniane, e cila me në krye të tyre është edhe nipi apo i biri i shahut, po ashtu edhe dihet që domethënë Shqipëria na e ka lënë në derë në fakt neve Amerika, nëse ju kujtohet, edhe ato kundërshtarët e regjimit të Ajetullahëve,
Dhe kjo është për të ngrenë në kam ata për të bërë diçka pra dhe ata të bëjnë të pamundur dhe që të ngrejnë në kam popullin atje kundër regjimit të tyre, por me sa duket kjo pritshmëri e Izraelit në fushë nuk është aq sa u priste. Kështu që mund të ketë një forcë ata të masës tonë, pra opozitarët e regjimit të Ajetullahve, ato që janë në Shqipëri, sa kjo është shumë për të dëshiruar, sepse në sa më kujtohet 5-6.000 vetë kemi atje, ato 5-6.000 vetë, dhe nëse kthehen në Iran çfarë do të bëjnë ata? Të bëhet për një fjalë për një Iran shumë të madh, unë nuk e shoh të arsyeshme, domethënë përfundimisht pyetjes tuaj, mund të them që nuk e shoh të arsyeshme dhe është e pamundur që të luftojnë, sepse Irani nuk mundet që të luftojnë me antarët e me NATO-n, pra sepse nëse një bombë vjen në Shqipëri atëra në një pesë i NATO-s në fuqi, pra gjithë për një për gjithë. Irani po lufton ato vende, po sulmon ato vende baza amerikane për t'ia humbur edhe qëndrueshmërinë e fortë në rajon dhe edhe besueshmërinë që kanë shtetet aleate të Amerikës dhe të Izraelit, e cila një ndër to ishte edhe Kipra, nëse e keni lexuar ditën e pardjeshme ka luajtur me dron Irani në Kipër, pra në Kipër është antare e Europës, por jo antare e NATO-s. Pra edhe ato e dinë se ku do të dëgjojnë, kurse në Shqipëri në shoh të pa mundur, biles nuk e shoh edhe si një lajm që mund të debatohet fare për këtë temë. Qartë. Zoti Brahaj, faleminderit shumë që ishit me ne. Faleminderit edhe për kohën. Ishte gjithashtu edhe për mua ishte kënaqësi, faleminderit. Woo!